Liderja e parë që uron kryeministrin Edi Rama, zonja Meloni, publikisht në fakt sepse kryeministri Rama në një intervistë dhënë orë më parë për Korriere.it ka thënë se zonja Meloni e ka uruar duke krahasuar si motra për vëllan. Dëshiroj të përcjell urimet e mia më të sinqerta kryeministrit Edi Rama për zgjedhjen e tij në krye të qeverisë shqiptare. Misia e thellë dhe bashkëpunimi strategjik që lidh dy vendet tona është forcuar më tej fal nismave të përbashkëta, fryti një dialogu konstruktiv dhe një vullneti të përbashkët për të përballuar sfidat globale me zgjidhje inovative. Do të vazhdojmë të punojmë për të konsoliduar më tej lidhjet mes qeverive tona dhe për të arritur objektivat e përbashkëta përfshirë forcimin e stabilitetit në Ballkan dhe avancimin e rrugtimit evropian të Shqipërisë. Është ky mesazhi urues i Giorgia Melonit, kryeministres së Italisë, drejtuar homologut të saj të Shqipërisë Edi Rama, me të cilin kohët e fundit, ose më saktë që në momentin e parë që ka marrë drejtimin e qeverisë italiane, ka një raport shumë të mirë, qoftë institucional, por në përgjithësi të dy vendeve, por po ashtu edhe mes dy institucioneve kryesore, të Shqipërisë dhe të Italisë, që është konkretizuar në disa raste dhe me marrëveshje konkrete ku dy nga ato që janë konsideruar më të rëndësishme nga kryeministri Rama dhe homologja Meloni është ajo e kampit të gjallërit në Shqipëri për të strehuar emigrantët e paligjshëm dhe pas ato procedurat cilat i kemi thënë edhe më herët, por po ashtu një tjetër që ka një peshë dhe rëndësi më specifike që lidhet me marrëveshjen e njohjes së ndërsjellë të pensioneve mes dy vendeve që tashmë pas shumë burokracish nga të dyja institucionet dhe vendet ka kaluar në të gjitha instancat zbatuese, si në Shqipëri, ashtu dhe në Itali, dhe në muajin qershor pritet që të zbatohet në terma konkret, ku do të përfitojnë qindra mijëra shqiptarë që jetojnë dhe punojnë atje, por po ashtu edhe një pjesë e vogël e italianëve që jetojnë dhe punojnë në Shqipëri.